në këndvështrimin ton nuk janë plotësuar ende kushtet themelore në lidhje me 5 reformat kyç. Së pari, reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi vërtet është miratuar, një hap që ne e përshëndesim. Sot është ende e paqartë se kur mund të hyjë reforma në drejtësi në fuqi, apo nëse do të jetë nevojshme që ajo të ndryshohet. Së dyti, lufta ndaj korrupsionit dhe së treti, lufta ndaj krimit të organizuar dhe trafikut të drogës, krahasuar me raportin e nëntorit 2015, pothuajse nuk ka pasur asnjë progres. Në këtë mënyrë, deri tani nuk janë përmbushur as këto prioritete kyç numri 2 dhe numri 3. Për këtë arsye, grupi parlamentar i CDU-s CSU-s do t'i rekomandojë qeverisë federale të mos miratojë çeljen e negociatave derisa të përmbushen ato pikat të cilat i kemi formuluar në dokumentin e paraqitur shtatpritshmëritë. Këto nuk janë pritshmëri të tepruara. Nëse këto pritshmëri do të përmbushen, do të plotësohen deri në publikimin e raportit të radhës së Komisionit Evropian, i cili pritet të jetë të publikohet në pranverën e vitit 2018, varet nga vullneti politik i të gjitha forcave politike shqiptare. Dhe kur them të gjitha, i mendoj vërtet të gjitha. Këtë kuptim, grupi parlamentar i CDU-s CSU-s do të marrë vendim nëse mund të fillohen bisedimet, negociatat e antarësimit me Shqipërinë, do ta marrë këtë vendim vetëm pasi të jetë publikuar progres raporti i Komisionit Evropian në vitin 2018.